12 shkolla në arsimin para universitar janë mbyllur pasi nuk plotësojnë standardet. Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Sportit Nora Malaj bëri publik vendimin e kësaj ministrie, e cila ka miratuar mbylljen e shkollave me kohë të pjesshme. Malaj rënditi njëra pas tjetrës emrat e institucioneve të arsimit para universitar privat, që do të mbyllen përkohësisht. Procesi i largimit nga rruga tjetër natyrshëm. Pra, prindit asistohen, referohen për të punësuar ose për të marrë informim profesional ose për të përfituar nga paketa ndihmës ekonomike. Kemi ndeshur edhe raste të vështira. Prindrit nuk kanë reaguar, pra nuk kanë pranuar fjalën. Malaj theksoi se janë konstatuar shkelje të rënda dhe mbylljen e tyre e cilësoi si shkuljen me rrënjë të korrupsionit në arsim. Për të kërkuar ndjekje penale për këto familje. Një rast është bërë publik, ndërkohë që kemi në proces 4 raste të tjera. Rast pas rasti do të vlerësohet se çfarë do të bëhet me fëmijët. Grupet tona në fakt përpiqen dhe bëjnë maksimumin që mos të arrijnë deri në pikën që të shkohet për ndjekje penale. Kreu i Shërbimit Social Shtetëror deklaron se në asnjë rast të evidentuar nuk ka patur tutor dhe abuzimi ka ardhur nga vetë prindrit e fëmijëve. Por pavarësisht masave të marra nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Shërbimit Social Shtetëror, fëmijët e rrugës vijojnë të lypin, jo vetëm në kryqëzimet kryesore të kryeqytetit, por edhe në mes të spitalit Nën Tereza. Mami, po si ta leu mami ty ta mbash? Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, institucionet e arsimit para universitar privat të mbyllin të gjitha detyrimet lidhur me veprimtarinë mësimore për vitin mësimor 2013-2014 brenda afateve të përcaktuara, të pajisin çdo nxënës me të gjithë dokumentacionin shkollor për transferimin e tyre në një institucion tjetër, të vënë në dispozicion të njësisë arsimore vendore përkatëse çdo informacion të kërkuar, të kthejnë pagesat e kryera nga nxënësit për pjesën e papërfunduar të shkollimit, si dhe çdo detyrim tjetër të papërmbushur që mund të kenë ndaj nxënësve, dhe të gjitha shpenzimet për kryer e procedurave për transferimin e nxënësve të përballohen nga ana e institucioneve të arsimit para universitar privat, personi juridik që përfaqëson atë.